siç po flisnim për Danjën, Xhibani kësaj radhe ka folur për Danjën, ka thënë se ka qenë i dashuruar kokë e këmbë me të, por sa më shumë isha i dashuruar me të qenurit i dashuruar, pra me ndjesinë e të qenurit i dashuruar. Gjithashtu ka treguar nëse ka patur apo jo kontakt me të dashurin e Danjës. Qa ke Greta? Po ç'është kjo? Pëlqej Danjën? Po më duhet të komunikoj edhe me të dashurin e Danjës. A mund ta pëlqejmë? Tani më falë si Bora, unë të kam qef ty, po më duhet të flas pak me të fejuarin të. Ç'është kjo? Jo, ai na ka thënë ka patur komunikim apo jo? Po pse do të komunikojnë? Po, kështu tani Xhibani shkeli në vend ku nuk i takon, ë? Po mirë me çon si ka Danja nuk ishte aq e pafajshme. Jo, Danja më ka pëlqyer të vetë me ato fundet e shkurtër kur shtrif flok. Danja, po mirë, nejse, ajo se është pa dashje, po. Po pa dashje, kjo dhe lajë është pa dashje. Jo, po ke flirtuar me mua, ke kështu. Danja s'ka lënë mashkull në shtëpi pa flirtuar. Me vërtet? Po me të gjithë ka flirtuar, dhe në momentin që dikush nuk flirtonte më me të, i kundërvihej. Se i vinte inat. Prandaj tha që Danja më ka surprizuar disi për keq. Okej, ha ç'bëri ky foli apo s'foli me Matë? Tani, pas daljes se kështu nuk ka folur Xhibani me Redin, por tha se Redi në kohën kur Xhibani ka qenë brenda shtëpisë ka komunikuar me familjen e Xhibanit. Dhe i ka thënë atyre në mënyrë njerëzore dhe në mënyrë të sjellshme që Xhibani duhet ta ndalonte këtë marrëdhënie platonike. Po ç'është kjo, po sa do ndryshoni familjarët, ai ishte brenda, nuk komunikonin dot me të. Po mirë, tani ata kanë mënyrat e tyre të komunikimit. Po, do me thënë Redi i shkruan familjes, familja i shkruan Big Brotherit, Big Brother ja thot Ledionit, Ledioni e komunikon të dhoma. Ledioni ose dikush tjetër, se tani Ledioni bën rrezjuar deri vonë nëpër prajme. Shkreti është tretur fare, ke parë që është dobësuar nga dita në ditë? Ai dhe Neda dobësojnë. Ka dobësojnë. situata jashtë kontrollit. Shkreti, s'ka faj. Ky vit Big Brother i është bërë kështu me derë të hapur. Hyre dil kur duash. Zarfat e zi nuk pinë më ujë. Ha se do mbaroj si Bora. Por ajo që më bëri për të qeshur disi ishte ky reagimi i Xhibanit që tha ka folur në mënyrë njerëzore se ndryshe do ishte marrë vesha, diçka të tillë. Çfarë do thuash më Xhiban? Nëse ai nuk do fliste në mënyrë njerëzore me ty, ti do i kundërviheshe. Po lëre më djalin në marrëdhënien e tij. A të bë.